ka bërë politika sorosiane, ka ndrit në Shqipëri. Dhe opozita supozojmë përveç deklaratave patetike që bën, nuk ka asnjë veprim kundër Sorosit. Kuptojmë drejt. Kështu që jemi në këto kushte. Nuk është e njëjta situatë si Belinda sot me Benameta kur ishte në atë kohë, apo me Tahirin në kohën e fillimit të SPAK-ut. Ka ndryshuar gjërat dhe jemi i vetmi vend, dhe kjo duhet kuptuar pak më drejt, jemi i vetmi vend që FBI-a dhe DEA që ndrojnë Shqipëri. Ju e pat, edhe pse u mbyll qeveria amerikane, FBI-a dhe DEA ndetën në Shqipëri, nuk ikën. E vetmi moment ikën kur nga USAID u prem fondet, u tërhoqën të gjithë dhe i vetmi vend që u rikthye FBI-a dhe DEA ishte Shqipëria. Jo pa qëllim ja kam thënë që ky ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe një mafia shtet do goditet ashtu siç ka goditur të gjithë vendet ku kanë bizuteruar kjo lloj regjimi. Po, zonja Balluku ka më shumë pushtet se zoti Veliaj, sepse për Veliaj nuk fole njëta gjë që është janë për Ballukun edhe. Ore, ata nuk pyesin as për Ramën. Nëse me hik Ramën edhe as Ramën s'ka për ta mbështetur Partia Socialiste. T'jeni të bindëm. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që goditet sepse këtu ka një koncept të gabuar. Të gjithë killen edhe bërtasin edhe thonë goditje politike. Belinda Balluku nuk është goditur sepse ka bryla brenda partisë. Goditet për një aferë e para, është afera e tunelit Llogaras. Po nuk është e vetmja. Po vetëm për aferë. Unë i dëgjoj ta. Del për shembull dhe thot Ilir Meta, thot i burgosë politik Ilir Meta. Ilir Meta nuk ka akuzë politike. Ilir Meta ka akuzë korrupsioni. Fredi Beleri thot i burgosë politik. Njeriu që ka bërë masakrën e Peshkëpis, njeriu që ka djegë flamurin kombëtar, opozita del edhe thot Fredi Beleri është i burgosë politik. A ka sens kjo? I mori kostot. Po le ti marrë dashi marrë. Po mund më intereson çështja kombëtare, nuk më intereson se mori koston XY-Z. Unë them çfarë dëmi i sjell vendit. Ne flasim çfarë dëmi i sjell vendit. Nuk më intereson se mori koston njëri, se qofse opozita është shpresë e popullit për ndryshim. Nëse një opozit shkatërrohet, do thotë se nuk ka ndryshim. Dhe këtu më djek. Nuk kam rëndësiu se mori kosën, mori 50 deputet, unë pa të deklaru para votime, 25 deputet merë për të opozita e tërë. Dhe ashtë mori. Mos më intereson kjo. Mu më intereson që tjetë një opozit e fort, që të ndjelli besimin të njerëzit dhe të bëjnë ndryshimi. Pse du ta presë ndryshimin nga Amerika? Bëjnë ndryshimin tu. 6 muaj kisha që i lajmëroja që do sjellin ligjin e gjinive në parlament. Nuk foli fare askush. E godita kur kapteri i presidencës doli në OKP dhe edhe lexonte ligjin e gjinive. Opozita prapë nuk foli. Dhe u kujtuan ditën e fundit. Po ditën e fundit nuk bën dot fushat ditën e fundit, nuk bën dot sensibilizim ditën e fundit. Kështu që më duhet opozita fort. Unë kritikoj opozitën sepse e duhet fort. Po se çam kosto shmer XY-Z as më intereson fare. Zoti Merkoti. Nuk shkatërrohet. Po në rast se Rama tani e shkarkon pas pezullimit, e liron nga detyra, a është një rrugë që i hapet gjykatës për të marrë një masë më të fortë, apo ajo që ju thatë pak më parë që mund të jetë bërë bashkëpunëtore drejtësisë, e penduar e shpëton e le me kaq? Nuk dëgjoj, masë e sigurisë, pse ka shumë, dëgjoj, kur Beqës i lanë, nëse ju kujtohet, Beqës i dhanë një masë sigurie detyrim paraqitje. Po, e para. Po, dhe të gjithë fillun dhe thanë, që është kjo e Rama ka ndikuar na, dhe një media isha dhe i thash, dëgjoj, ai është, domethënë, rrugëzgjidhja e SPAK-ut. Kanë ata
mënyrat e veta se si i bëjmë. Dhe çfarë ndodhi? Mas një javë, një muaj, nuk di, sa shkoi,